që në rastet e tjera ne kemi analizuar shumë incidente të ndryshme dhe... Po, 4 deputet nuk kanë qenë ndonjëherë në urgjencë. Tani, 4 deputet... 3 të konfirmuar ndjes, sepse unë dua të jem korrekte, 3 zoti Noka nuk pranoi të shkonte, 4 nëse do pranonte dhe zoti Noka për të shkuar. Të shkuara edhe deputetëve, nuk dim nëse ka patur dhunë të paktën deri tani, por është çështje e efektit të sprayt i cili i ka efektet e veta, nuk është i dëmshëm, është i përdorshëm në situata kur konflikti bëhet fizik, është i detyrueshëm nga strukturat e policisë për të përdorur, për të mos përshkallëzuar ose për të mos përdorur mjetet e tjera, preferohet që të përdoret ky lloj sprayi dhe bëhet shkëputja e efektive me protestuesit në këtë rast që kanë qenë edhe deputet të Partisë Demokratike. Faik, të të marrë dhe një detaj se e ke shumë bukur në fillim, ne bashkë kemi komentuar edhe pjesën teknike apo të organizimit policisë, çfarë përdoret, çfarë jo, ku i kanë kaluar limitet dhe cilat jo. Një moment më përpara, nuk e di nëse e ndoqe, ishte pikërisht tek kryqëzimi i rrugës Elbasanit apo kryqëzimi i xhamisë Namazgjas, ku ishte vendosur një gardh policie i cili i ndalonte protestuesit të shkonin në drejtim të parlamentit. Aty pati dhe disa përplasje edhe me gazetarët, të cilët donin të filmonin nga zona përpara. Pra, përpara protestuesve për të kapur gjithë situatën në fjalë dhe nuk u lejuan. Tani ka një protokoll i cili e ndalon ose e lejon një situatë të tillë, si funksionon? Po e diskutonim këtë përplasje, këtë koment edhe para se të futeshim në studio dhe sigurisht në situata të tilla është policia ka parsore mbajtjen e rendit të sigurisë si dhe garantimin e punës për sa ju mundsohet në këtë lloj situatash edhe të medias për të pasqyruar gjithçka. Por, gjithsesi, të gjithë aktorët dhe faktorët që janë në terren duhet kuptojnë diçka që në situata të asaj natyre, kur duhet menaxhosh një konflikt në shumë pak sekonda, është e pamundur të veçosh apo të mirëkuptohesh me gjithë ata të cilët ndodhen në terren ku gjithë secili ka detyrën e tij funksionale. Por dhe struktura e policisë ka një detyrë shumë të rëndësishme që është ajo e mbajtjes së situatës nën frenat e ligjit dhe nën mundësinë për të mos shkaktuar situata të paprecedenta apo për të mos shkuar në një rast ku të duhet të përdoren më shumë forcë. Dhe në këtë rast, gazetarët duke dashur të transmetojnë çdo gjë, duke dashur të kapin pikat kyçe, detyrohen të konfliktohen. Por ka zona për cilat policia nuk mund të lejojë të kalosh për shkak se bëhesh precedent. Ky rast, pikërisht ky rast që jemi duke ndjekur në këto pamje të drejtë për drejta, pra që gazetarët të mund të kalonin kordonin e policisë për të qenë përballë protestuesve, dhe të ishin në krah të zonës së parlamentit. Është situata konkrete. Lejohet apo nuk lejohet? Shiko, gazetarët lejohen të filmojnë në çdo lloj momenti, në çdo lloj ambienti. Por duhet parë rasti i sigurisë. Pra, nëse policia në situata konflikti, përplasjes, protestash, sepse në situata protestash ku i organizohen partitë politike nuk duhet ketë të tilla skena faktikisht, por në situata kur protestat organizohen nga shoqëria civile, nga qytetarët dhe gjëra të tjera, nuk mundet të përdorësh çdo pikë, pasi ajo pikë ku mund të shkojnë gazetarët mund bëhet objekt goditje, qoftë me molotov, se ne kemi parë për shembull, në disa pika ku kanë qenë lejuar të vendosen gazetarët, një gazetar mos gaboj News 24-s u qellua me molotov. Kështu që disa pika kur policia i konsideron të rrezikshme për momentin, nuk të lejon ta frekuentosh. Kështu që mund të jemi në rastin që mund të jetë parashikuar që të përshkallëzohet situata dhe marrja asaj pike mund të konsiderosh objekt për çështje sigurie thua, për çështje sigurie për shmangur që gazetarët mund të ndohen thua ti mund të jetë. Mund të jetë. Jo, do të shikosh rastin. Policia është vendosur në kordon, dhe policia nuk din se si do të reagojë turma përballë.
Dhe ajo i lën hapësirë vetes për të tërhequr dhe për të përdorur dhe gazetësia, për të përdorur dhe ujin shpërndarës. Dhe nëse gazetarët do jenë mbrapa dhe në një sulm me molotov, ata do jenë të pamundur për t'i mbrojtur gazetarët. E kanë detyrën e tyre të mbrojnë dhe gazetarët. Dhe në këtë mënyrë, ata nuk e lejojnë që ti të vendosesh në një pikë që ato e kanë jashtë fokusit të tyre. Faik, më lejo dhe një pyetje të Se nuk besoj se dy nuk ka teknike. asnjë lloj shansi që policia në rast se arrin ta sigurojë punën e tyre të qetë dhe të mos kenë mundësi të dëmtohen, ti pengoj të filmojnë në asnjë. Dhe një pyetje të dy teknike, pati dhe një moment, nuk di nëse arritet ta doje dhe kolegja Engelida Mema po raportonte se nëse në protestat e shkuara gazetarët janë lejuar që të raportojnë edhe nga ambienti i xhamisë namazgjas, kësaj here nuk është lejuar. Po, besoj që këtu duhet të bëjmë dakord gjithë. Cila është problematika? Jo, me objektet e kultit nuk duhet përdoren nga askush. Fare. Nuk duhet ma vi keq as gazetarëve, as policëve, as rregull. protestuesve, as deputetëve, ajo është objekt kulti dhe ka tjetër funksion për po të pyes për të marrë një sqarim duke qenë se ti je ekspert sigurie Kush e për vendos treguar se se çfarë objekti kultit mund të përdoret apo jo? Kush e vendos? Po kush sipas teje, kush e vendos? Tani më thuaj të paktën në atë Sepse gazetarja sapo na tha që në atë objekt po. kanë filmuar në të gjitha protestat e tjera. Patjetër. Kësa radhe nuk filmuan dhe arsyeja pse nuk filmuan dot, dikush ishte apo. Jo, ta them unë se Ishte pse shkeret barin, që ta dish. Jo, Po jo më pyetje përgjigje. Me pyetje përgjigje. Më thuaj një vend të botës, ndoshta Palestina, që objektet e kultit janë përdorur për protesta, për dhunë, për filmime, për çdo gjë. Mund të filmosh, shko ditën e Bejramit, edhe filmo, bëj çat dush, se nuk thot kush gjë. Ama e kemi parë dhe në protestën tjetër që janë futur gazetarët, janë futur protestues, është hedhur molotov dhe është objekt kulti, por nuk është objekt. Domethënë di që ti gazetarët kanë parë policit atje dhe prandaj protestën ne kemi komentuar këtu nga xhamia, nga ajo xhami janë futur edhe protestues, ka shkuar, kanë qenë dhe duke u fal, kanë qenë momenti i faljes. Dhe policia është detyruar. Kanë parë policinë dhe pastaj kanë hyrë gazetarët. Se nuk vinin gazetarët për mos kishin parë policinë. E komentoi vetë gazetarja më që ishte aty dhe tha që ne u tentuam të futeshim siç kemi futur gjithmonë për të pasur një fushpamje më të mirë. Nuk na lejuan dhe argumenti që u përdor ishte se shkelën barin që ta dish. Ky ishte argumenti që besoj që ka patur kohë që të jepet në argument, po objektet e kultit nuk është mirë të përdoren as nga një faktor që ndodhet në terren.